Olsi, përshëndetje dhe mirë se vjen në Radio Dugaqini. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, mirë se u gjeta. Na flet pak për pjesën e transferimit. Jeni një skuadër e cila në fakt po lufton për pjesën e mbijetesës, por je në një prej ligave më të forta, lirisht mund të themi në Evropë. Për pjesën e transferit, unë normalisht po vendos me u transferu në Francë për shkak se niveli këtu është shumë i lartë. Edhe normal për çdo sportist të ri mendoj që ligat më të mira në botë janë eksperiencë shumë e mirë për me urrit që lojtar. Po është e vërtetë që jena në pjesën e fundit të lojëve të fundit, edhe kemi do lojë me ekipet e renditjes që në fund, edhe besoj që nëse mundem me mërri rezultat mirë, mundem me mbet në ligë. Realisht si po shkojnë gjërat, e përmendë jeni në luftë për mbijetesë, por që mund të mbeteni në ligën e rasti fitoni ndeshjet e fundit. Si është atmosfera faktikisht në skuadër, edhe çka është diferenca nga sporti në bollën në Kosovë nga atje? Atmosfera për momentin është shumë e mirë se prej 4 lojëve të fundit kemi fituar 3. Edhe besoj që mundem me vazhdu hala me këtë ritëm të mirë. Diferenca është goxha e madhe se lojtarët janë me eksperiencë shumë të mëdha, që luajnë edhe në përkombëtarët më të mirë në botë, edhe besoj që për këtyre lojtarëve mund të mësoj shumë, edhe me marrë një eksperiencë sa më të mirë për tyre. Olsi, e dim që ke shku në fillim edhe me njerë ke debutu me golat që nuk atje, por realisht ki pas paka shumë edhe pengesa shkak i një lëndimi ku ta po mund se i të luash edhe me kombëtarën e Kosovës, ki filluar të rehabilitohesh dhe është gjendja mirë të këti? Po, fatkeqësisht kam pas një lëndim në shpind, edhe më ka duke me pushu 3 muaj, po tash jam në fazën e rehabilitimit edhe jam i gatshëm me u kthy sa më mirë dhe në formën më të mirë. Po të kombëtarja e Kosovës ke ishe, po nuk arriti me lujt me Bosnjë e Hercegovinës, çka mund na thush, 2 ndeshje interesante, një ndeshje e cila shumë baka shumë me gola të shumta, por a e meritum të humbasim në atë mënyrë si humbëm ndaj Bosnjës? Jo, nuk besoj që kemi tregu fytyrën e vërtet. Fatkeqësisht unë nuk mujta me lujt shkaku i lëndimit të shpindës, por edhe Leonard Gegaj, edhe besoj që kena pas një humbje pak të keqe lojën e parë, edhe pak thuja të pamundur për më kthy lojën e dytë, po lojën e dytë e tregon veten, edhe nëse besoj që kishim shfaq pak më mirë lojën e parë, kish pas shanse shumë më të mira për kualifikim më tjetër, në tutje. Ka pas pak shumë edhe kritika për mënyrën e mbështetjes, nuk ka pas edhe shumë mbështetje sa është kërku. Edhe nga vetë kombëtarja për ndeshjen me Bosnjën, sa i përket ndeshjes së zhvilluar në Prishtinë, sepse kemi parë një pjesë të tribunave ka pas shumë tifoz bosnjak që i ardhën me përkra kombëtarën e tyre. Po, është e vërtetë që prej anës tonë nuk ka pas shumë tifoz, edhe ma shumë janë ditë bërtimat e Bosnjës, edhe normal që është pak keq prej anës tonë, po në fund na e tregun veten edhe i fitum, edhe besoj që është e mirë për motivin tonë edhe për lojën që kemi tash për kualifikimin e Euro. Po do më kthy edhe njerë tek pjesa e Francës. Pavarësisht i përmendëm disa prej zhvillimeve, po du me ditë si ke arrit mu transferu. Kush ma shkurt e Shqip ka qenë se Bepi që ti mu transferu në Ligën e Francës? Në fillim, mbas lojëve me kombëtarën Mars, mbas kualifikimit për botënor me gjeneratat e reja, i kom pas disa oferta edhe menaxheri jam ka kontaktu me ekipën e Francës, edhe ai trajneri ka dashur me kontaktu direkt me mua, po para disa kohësh menaxheri jam ka luajtur në Francë, edhe këta janë gjoftë ndërmjet veti, edhe kom pas shumë atlet për me transferu puna e menaxherit. Po a vendose vet me u transferu në Francë për me tregu guximin tënd, apo realisht ki dosh vetë mu sfidu me këtë farë pjese, duke ditë që je duke ardhë nga një rang i cili nuk është as pak i njëjtë rangu që luhet në Kosovë edhe në Francë. Po, kom dash me sfidu edhe pak veten, edhe normal kom pas edhe disa oferta tjera në për liga të mira, po normal kur më ardh thirrja pe ligës thuja dytë më të mirë në botë, nuk kom refuzuar asnjëherë. Realisht kur kishin u ndyekur edhe parë, debutim tënd në ekipin e Francës,
si ndjen, si ka qenë, pavarësisht nuk i pas minuta shumë zhvillum në ndeshje, por ke tregu potencialin të lartë. Ndeshja jam debutim u kon kundër Montpellierit, është një për ekipe më të mira në botë që luajnë në Champions League, European League, edhe kam pas një motiv të mirë që këtu kam shansen me kallëzu veten, edhe me fitu besimin te trajneri. Edhe normal s'kam pas shumë minuta, se kon loja e parë që më kthy pe lëndimit, po besoj që kam kallëzu veten edhe besoj që më fitu besimin te trajneri për më shumë minutazh edhe për lojën e tjera. Si o marrë mesazhi pas atyre 2 golave të shënuar, a ke pasur ime nga vetë pjesa e klubit, po ashtu edhe nga ata të cilët kanë shikuar ndeshjen, qoftë tifoz nga Kosova që kanë qenë të pranishëm, apo edhe nga vetë Kosova të kanë shkruar për debutimin tënd? Kom pas gjithka, normal pjesa apo është për klubit, ashtu edhe si për federatës edhe prej fansave të handbollit kosovar, kom pas shumë urime që kom debutu, edhe kom një ndjenjë mirë për mu, që kom pas shumë përkraje prej familjes, prej tifozëve, prej klubit edhe prej federatës. Mesazhi më i mirë që ke marrë nga kush ka qenë? Mesazhi më i mirë që kom marrë është kon prej trajnerave të parë, edhe ata më kanë uru edhe falë tyne jam këtu, prej trajnerave të parë, prej Saberin Gjanes, Fatmir Magjet, Edmond Vokshit. Olsit, cili është synimi e Olsit në Ligën e Francës? Synimi jam në Ligën e Francës është me urrit si lojtar në këtë klub, edhe normal nuk është më ndal në klubet të Francës, synimi jam është më rrit sa më shumë edhe me mri, po besoj për çdo lojtar handbollist është ëndër me mri në Bundesliga në Champions League, është me shku në Bundesliga edhe me lujt në ligën më të fortë në botë edhe me sfidu vetën atje sa më mirë. A ka rrit ëndrën qoftë me klub, po e kërkon por edhe me kombëtare Olsi? Por në? A ka rrit ëndrën me kombëtare? Një ëndër kom arrit me kualifikimin e kupës për U19, po normal kualifikimi në kupë botës me kombëtare në është një ndjenë edhe me madhe, edhe në Europian ashtu, kështu që shpresoj që mundem me kualifiku me një kampionat edhe me kallëzu vetën sa më mirë aty. Kemi shansa, kemi një ekip shumë të mirë edhe besoj që mundem me bëjë gjithçka. Nuk ka pas thuajse shumë pak ditë nga pjesa e shortit. Më the mos me të pyet, po nuk më i pa të pyet. Do të përballeni me kombëtare shumë të forta si Mali Zi, Ishujt Faro dhe Hungaria. Realisht ka pret, duke ditë që 2 prej tyre shkojnë direkt, një tjetër, një thuajse 4 nga 8 më të mira shkojnë nga vendi i tretë në fazën play-off. Po, normalisht synimi jonë është 2 vendet e para, po fatkeqësisht e kena pas një fat shumë keq për këtë short, edhe mendoj që nëse grumbullojmë sa më shumë pikë, sidomos në shtëpi, besoj që Mali në Zi mundem me mujt në shtëpi dhe Ishut Faroe, edhe sa më shumë grumbullojmë pikë që mundem me shku pi vendi tretë direkt në Europian. Olsi, si mundemi m'ja u spjegu dikujt kur i thona që Ishut Faroe janë kundërshtari vështirë? E di që nuk munden me besu se ata janë një shtet shumë i vogël me 55.000 banor, po e kanë gjithë lojtarë të ri, janë në Akademi Danimarkës, edhe Danimarka është kombëtare më e mirë në botë, edhe kanë një marrëveshje shumë mirë me ta, edhe lojtarët e tyre luajnë për liga më të mirë në botë, sidomos në Gjermani i luajnë 5 ose 6 lojtarë. Edhe du me të pyet nuk më i pa të pyet edhe me pjesën e U20-a. Kombëtarën U20, pavarësisht që tek kombëtarja O, i edhe tek U20 si kapiten, madje çka pret, cilat janë edhe keni filluar të merrni pak a shumë me marrjen e ftesas dhe përgatitjet për ndeshjet që do t'i keni. Po, e kena kampionatin evropian divizionit B në Prishtinë, do të mbahet verës në Korrek, edhe fituesi i këtij kampionatit e merr ftesën direkt për kampionat evropian, që do të bëhet vitin tjetër, edhe besoj që kena një shans shumë të mirë me fitu, se kena një gjenerat shumë të mirë, me lojtar me cilësi të mira, edhe besoj që mundem me bëhet diçka. A cili do të jetë ky vit i vitit 2026 për Olsin, se pavarësisht me U20 mund ta keni edhe një fat shumë të mirë me ekipin A, apo ndryshe kombëtaren A.
sepse në rast se arrin të fitohet turneu kualifikues për botëror, atëherë do të jetë një rang i njëjtë i kombëtarëve që do të përballen për të marrë një biletë në botëror dhe do të jetë një mundësi shumë e mirë për Kosovën për të kualifikuar në botëror, gjë që do të ishte kombëtarja e parë në sportin kolektiv që do të arrinte një pjesëmarrje në një botëror. E vërtet është i ndjen shumë mirë nëse kishim mujt me kualifikua dhe me marrë lojtarë sa më shumë prej gjeneratave të reja, se normal prej kombëtarës U20 zakonisht dalin në kombëtare A, edhe kemi cilësi shumë mira, edhe është një gjeneratë shumë e mirë që munde me bot diçka dhe me kombëtare A, edhe besoj shumë këtë gjeneratë që munde me fitu këtë kampionat edhe me vazhdu me kombëtare A dhe mu kualifiku për Europian. Edhe në përfund apo i përcjell ndeshjet ose tek fundit dhe pjesën e highlightsave që po publikohen nga Federata e Handball të Kosovës sa i përket Superligës, duke ditë që i dal nga ky vend edhe si po është ish klubit të Mbesën, po ashtu ka një farë lloj lufte të ashpër mes Kastriotit, Besës dhe Ravetit deri në fund siç po shihet. Po, më interesojnë shumë lojtë, se normal për që aty të kom dalë edhe une, edhe më interesojnë lojtarët e ekipet, zhvillimet Superligë Kosovës, çka bëhet, edhe normal për përcjellje ndeshjet, sidomos Besën, Kastriotin, Ravecin, se po shkon një derbi shumë i mirë, edhe besoj që ka lojtarë shumë mirë që mund me dalë në për ligat më të mira të botës edhe prej Kosovës. Olsi, nuk po të marr kohë më shumë. Faleminderit shumë që gjete kohën me qenë pjesë e pasdites sportive. Faleminderit shumë për ftesën. Kalofshi mirë.